Gatim shumë i thjesht, shumë i ushqyeshëm për gjakun, do mos njerëzit që vojnë nga mungesa e hekurit. Të dashur ndjekës, recetën e radhës doja lej badhve, kush nuk e njeh, është bishtajore, një lloj si afërsisht si bizelja e njom, po kjo ka pushin që e dallon. Është një nga perimet që përmban hekur më shumë dhe del 2-3 javë e para të fillimit të verës. Do me thënë në këtë stin edhe ajo 2-3 javë zhduket nga tregu nuk e gjen dot, e gjen vetëm të thatë si puna groshës. Prandaj blini dhe mos e leni pa e konsumu bathën, është shumë e shijshme dhe shumë e lehtë në organizëm. Këtu kam marrë 2 kg me bath, batha shifeni është shumë e freskët, vetin ky lloj gatimi, pa mish, me jeshilliqet e stinës, se janë dhe shumë të mira për gjakun në këtë kohë. Po do ta gatuj vetëm me vaj ullini. Ja, ku e kam dhe bathën, i heq vetëm këto, nuk ka nevojë se nuk ka fije, është shumë e freskët, nuk e nevojë ta bësh edhe me thikë, se ja e ndan dora me një herë. Prandaj nuk edhe e pregatita, se kur e bleva kishte plot që edhe i mësova si ta gatunin, se nuk e njihnin. Tu kam marrë 3 qep të njoma, për t'ja huse vetëm qepën do t'i hudhe dhe një tufë me koper, edhe marrë dhe e pres, jo shumë hoz, ka gjë se kjo tretit, është kjo qep e njomë e freskët. Tashi nuk mungojnë nga tregje, edhe qepët e njoma. Qepës i hudhe dhe pak kryp. Tash ti marr dhe i largoj. Janë shumë perfekte. Në tenxherën që do i zi. Më shumë se 5-6 minuta, mos i leni, se i humbet dhe bukuria. Ti ma hedh kepën. Ludhe dhe pak vaj, thash që do 2 filxhan për gjysmë kile bath, duhen 2 filxhan me vaj. E lej të bi pak kepa. Nuk i hedh as salca as domate as gjo, i lej vetëm në jeshilliqet dhe këtu kam marrë dhe një. Unë mora 150 gram kumlla të thata, kam dalë tash i gjithë tregu ka kumlla. Në mungesë të kumllës mund të hidhni limantoz ose limon. Po perfekta për këtë recetë është kumlla e tharës. Tash ti kam marrë dhe një tufë me koper, se koperi i jep shumë shije këtij lloj gatimi. Luk të vogël me miell gruni, dhe ja përzi, për këtë ja hudh për arsye që të trashet pak lëngu i bathës. I hudh edhe koperi. Kur i hedh koperin i largoj. Nuk du që ta vrasin vetësia. Një hudh pak ujë, terës, si që gatova këtu që i hudh edhe krypën përfundimisht. I hudh edhe kumllat. Edhe i pik vaj. Sa përshije. E ull vatrën tashti, fare. Edhe e li të bëhet avash, mullu me kapak, një lloj si pilafi, në një nxehtësi, në një flak të ullët fare. I hudh edhe
Këto duhet jenë. Do t'i udhe edhe pak. E provoj me kryp. Është shumë në rregull. Tashti e muloj me një pjata kapaka, kush ju përshtatet më shumë, që t'jetë pak e rëndë dhe gjella të ri e puthitur në këtë mënyrë. Pastaj e muloj me kapak, si puna japraku. Ta hapim tenxherin, unë e kam lënë rreth 50 minuta, ju thash që do ta gatoj shumë avash. Dhe trashet në vetvete sa të pushoj vala, që të mbushim pjatën. Janë zi si që duhet. Për mua shumë perfekte. Tash e lej pak të ftofet dhe e servir. Se duhet ta lej një 5-6 minuta që t'i dali dhe ynyra sipër. I kam gati për servirje.